Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, mirë se vini në emision javor Fiku Hanefi, që trajtojmë temën e cila ka të bëjë me shkencën ose diturinë e jurisprudencës islame. Jemi me profesorin e nderuar Mustafa Vendi Avollit, që i dëshiroj mirëseardhje, si çdo javë profesor, mirë se ke ardhur. Mirë se jeni. Dhe të nderuar shikues, meqenëse se sot është paralajmëruar edhe në rrjetet sociale, gjitha këto në adresën e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, këtu ku organizohen këto emisione ose realizohen, dhe kemi lajmëruar që është pjesa e dytë e emisionit Suneti si burim i fikut, pra i jurisprudencës islame. Mirë po, sot faktikisht e kemi trajtesën që kanë të bëjnë me ndarjen e hadithit. Profesor, faktikisht neve sot do të flasim për ndarjen e hadithit, spari një reflektim shumë i shkurtër rreth rëndësisë së kësaj teme, pse ta ndajmë për shikues do thotë të shqyrtojmë ndarjet e hadithit në mutawatir, meshhur edhe ahad, sepse këtu pastaj edhe burojnë edhe problematikat me të cilat ka pas edhe divergjenca mes dietarëve, por edhe sot kësaj dite mundemi me pas edhe faktikisht edhe probleme edhe mes xhamatit, ose që si kuptojnë mirë ose që nuk i dinë mirë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmiddin. Wa ba'd. Suneti pejgamberit alayhis salam, përderisa sqaruam kuptimin e fjalës sunet në aspektin gjuhësor dhe terminologjik fetar, për kufizimin e sunetit në trajtesën e javës së kaluar. Suneti është burim i dytë pas Kur'anit, dhe suneti, nëse kishëm pas drejt pak me ofruar, me i dhënë vetës drejt pak me kon pak më e qartë për ata që studiojnë për shembull jurisprudencën. Kurani në realitet është kushtetuta. Ajo që ka në ligjet laike është kushtetuta, për ne musliman është Kurani. Do thotë një paralele krahasim me nxjerr për me kuptu më lehtë. Suneti në realitet nuk kupton ligjet, është i parafort me ato që është ligjet e një shtetit, të cilat gjithëherë në hijen e kushtetutës. Dhe normalisht fiku kishte qenë udhëzimi administrativ i kohës tash, për me konë pak më i afërt në rolin e secilit prej tri termeve kryesore që jemi mësuar me i ndëgjuar. Kurani është kushtetuta, për ata çështjet të janë të përmendur në formë përgjithshme, në formë parimeve dhe regulativave. Suneti pastaj është Kurani në praktikë. Dhe prej këtu muslimani mundohet dhe ka marrë këtë rëndësi, ose praktikisht është si për ligjet. Mirëpo ligji për mu kon i kapshëm dhe i lehtë për mu mundësuar mu praktikue, praktikisht për ata bëhen udhëzimet administrative të qartëve të caktuara, në mënyrë që ai të jetë të lehtësohet për mu jetësu në praktikë. Edhe kjo është fiku në realitet. Pra ata kemi Kur'anin, kushtetuta, suneti që nën kupton ose i përafërt me ligjet, sa me kon një lloj shembulli, se me kon pak më i qartë, dhe në realitet kemi fikun i cili pastaj shkoqit çdo gjë dhe e sqaron dhe e bën ato të kapshëm për praktikimin e asaj që është synuar nëpërmes Kuranit dhe sunetit të pejgamberit alayhis salam. Mirëpo suneti për dallim prej Kuranit dallon në bardhje. Për arsye se suneti i pejgamberit alayhis salam në realitet na padosh më lëshuar në atë se kur është shkruar suneti, se është temë në vete. Dhe ka punime të shumta, po e dim që zyrtarisht shteti islam nuk ka marrë hap për shkrimin e sunetit deri në kohën e Omer ibn Abdul Azizit, që do thotë praktikisht deri në kohën kur gati nuk kemi kërkon gjallë prej shokëve të pejgamberit alayhis salam. Për ata as në kohën e pejgamberit së shkruar suneti zyrtarisht ka pas raste të ralla që janë shkruar iniciativa individuale, bile kur kesh parasysh se kanë njerë shkomania dikuj që ku me ditë sa hadithe janë shkruar, në realitet kushtet mos ekzistimi i letrës. Ka bo që numri i atyre haditheve që janë shkruar është shumë i vogël edhe prej sahabëve që janë konë të shquar që kanë shkruar se është. Edhe ndoshta një personi profesor ata kanë jetësuar praktik sunetin e pejgamberit, e kanë bardh gojë me gojë edhe
Po, s'ka dyshim se ata e kanë jetësuar kanë posë praktikisht dhe sahabët në fillim jo çdo gjë kur janë për hap, kur janë larguar për qendrat e ndryshme islame, mbasdhjes pejgamberit alayhis salam, jo çdo gjë ka thonë pejgamberi. Po shku Abdullah ibn Mesudin në Kufe dhe i ka thonë sot pja u falin namazin e pejgamberit alayhis salam. Nuk ka thonë që pejgamberi ka bu këto, tani ka kënu subhaneke, ka hadithe, kanë dëgjuar filane, kanë dëgjuar. Ai ka filluar me fal formën e namazit të cilët e kanë mësuar prej tij banorët e Kufës dhe ajo është forma që praktikojmë sot tek kësaj dite neve. Do të bëj gjenerat pas gjenerate, se kjo është njëra prej llojeve të hadithit, kategorive që do ta sqarojmë pak më vonë. Po ajo që deshta më thonë është se do përkundër Kuranit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillim e ka ndaluar shkrimin e sunetit për shkak të dros se do të përzihet Kurani me fjalë pejgamberit. Po, do për këtë çështje do të gjithçka çështën në Kur'an shkruhet, çështën në sunet nuk është shkruar, edhe pse nëse ka pas iniciativa individuale ose raste të caktuar kur dikush ka kërkuar ja Rasulullah, sikur Ebu Shahu që ka ardhur pejgamberit çapo thuas po e mojnë me arabon dikush ka u këtu buli e bishaj. Ka pas raste të veçanta. Mirë po, as në kohën e Ebu Bekrit s'u shkrua hadithi, as në kohën e Omerit nuk u shkrua hadithi bile Omeri dhe të kohë gjatë ku më falë, ku më bëjë si hare se ka pas ndërmen me marrë këtë iniciativë dhe ka ardhur në përfundim që mos më shkrua, dhe nuk është shkrua. Asë në kohën e Uthmanit Asalib, do të praktikisht në atë kohën e artë të islamit, sunetin nuk është shkrua dhe nuk ka pas iniciativë zyrtare, pe qargjeve zyrtare, sikur që ka qenë puna me Kuranin që edhe sunetit të shkruat. Është shkrua ma vonë, mirë po shekullin e dytë. Shekullin e tretë në realitet është shekulli i arti i sunetit. Dhe shumicën e librave kryesore, që sot janë bazike në hadith të pejgamberit alayhis salam, si përmbledhje, praktikisht janë të gjitha të shekullit të tretë me përjashtim të Muwatas së Imam Malikut. Kështu që Sahihu Imam Buhariut është në shekullin e tretë, Sahihu Imam Muslimit është në shekullin e tretë, Suneni Ebu Davudit në shekullin e tretë, Suneni Tirmidhiut është në shekullin e tretë. Kështu e kje Ibn Majah në Darimi në kretë librat e shquara të mëdha të. Bile mund të themi se nëse Imam Muhamedi ka lidhur në vitin 164 Hijri, në realitet edhe Musnedin e kemi në shekullin e tretë, sepse u dosh me kaluar një kohë me ardhmë në nivelin e shkrimit. Kështu që praktikisht edhe Musnedin edhe të gjitha i kemi, për ata edhe trajtohet, konsiderohet të dietar të shkencës së hadithit ose të muhadithin të shekulli i tretë si shekulli i artë, kur fjalët e shkrimi i haditheve dhe vendimi i tij në librat dhe përmbledhjet e shquara të hadithit. Po ajo që deshta me thonë me krejt këtë është se hadithi në fillim është bart, është transmetuar në mënyrë verbale gojarisht. Do të praktikisht sahabët kur janë pyet a dini diçka për pejgamberin sallallahu është përgjigj se kum po ose s'kum po, ose di ose nuk di. Nëse ka thonë di hadith caktuar, e kanë bërë gjenerata ose brezi i dytë tabiint. Dhe ata e kanë përcjell të gjenerata e tretë sene, dhe kështu praktikisht këto janë tre brezat. E parë janë ata të rëndësishmit në shkencën e hadithit, të cilët kërkohet vlerësimi i tyre, sepse ma vonë praktikisht hadithi është shkruar për libra dhe çdo hadith nuk mundu me thonë se nuk është i njoftën. So shkruan libra është për hap dhe gjithandaj kam pas mundësi dietarët me lexue dhe më marr me te. Për ata këtë rregulla që i përmenëm tash dhe në shumë pej trajtesave që do t'i kemi në misionet e ardhshme inshallah taala, gjithëherë çdo gjë na ndërlidhet me tri gjeneratat e para. Se pas alena që është tam shekullin e tretë shkruhet hadithi edhe regjistrohet në mbetet. Po. Për ata kur fjalët e ndarja e sunetit, dietarët varësisht pe këndvështrimet që e kanë shquar janë rregion çast çështjes, e kanë bërë ndarjen. Disa kanë këshir ku përfundon rruga e transmetimit. Na kemi kur flasim për hadithi përbohet për dy pjesëve, isnadi ose senedi, që është zinxhiri i transmetuesve, dhe metni, që vetë fjala e transmetuar ose fjala e pejgamberit alayhis salam, ose ajo që transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vepruar, se e ka pëlqyer, ose e ka miratuar. Për ata kemi rrugën e transmetimit dhe vetë hadithin ose vetë fjalën e metnin ose ajo që është fjala ose pëlqimi i pejgamberit alayhis salam dhe veprimi i tij. Neve na intereson për me ditë a është çaja që është përshkruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se fjalë ose si vepër, ose si miratim,
a është e sakt, a ka thonë pejgamberi sakt, ajo, për gjeneratën që kanë po pejgamberin e sëram, gjenerata e parë, s'ka dyshim. Po gjeneratat e më vonshme, të shudosht me e këshyrë rrugën e transmitimit. E në bazë të transmituesve, sa kanë qenë ata të besueshëm, të drejtë, të përpikt, dhe jo shkputja në mes transmituesve, atëherë në bazë sajna është vërtetu, ose është verifikue, ose është vlerësue, hadithi a është i sakt apo nuk është i sakt. A ka thonë pejgamberi, po saktësia dhe besueshmëria e hadithit a është apo nuk është. Për ata, kjo ndarje e sunetit është për ndarjeve më të rëndësishme që i kanë dhënë rëndësi dietarët. Rrugët që na ndërlidhin hadithin me pejgamberin alayhis salam, duke i pa ato rrugë dhe atë besueshmëri, dietarët e hadithit tash po them dietarët e shkollës juridike hanefite, hadithin e kanë ndarë në tri kategori. Do të thotë këto janë kategori që i kanë ndarë dietarët e mëdhëbit hanefi. Po, se tash do të bëjmë edhe dallimin mes dietarëve të mëdhëbit tonë dhe të dietarëve të tjerë. Hadithi tek hanefit ndahet në rrugën e transmetimeve dhe besueshmërinë e tij në tri kategori. Është hadithi mutawatir, është kategoria e parë, hadithi mashhur dhe hadithi ahad. Përderisa te dietarët e hadithit e kemi praktikisht hadithin e ndajmë në hadith mutawatir dhe hadith ahad. Këtë mashhurin që kemi si kategori të mesme te dietarët e mëdhëbit ton, te dietarët e hadithit nuk ekziston. Nganjëherë për shkak të përkthimit të librave të shkollave të tjera që kanë investuar në Kosovë praktikisht e gjojnë hadithin mashhur, unë kur e kam përmend në njërin prej emisioneve më herët në televizionin e Llopit, dikush prej hoxhallarëve më ka thënë tani që hadithi mashhur ka thonë është specifike e hanefive e nuk është kështu. Pse? Sepse në të gjitha librat e mustalahul hadithit ose shkencave të hadithit e gjojmë hadithin mashhur edhe të tjerët. Kur themi hadithi mashhur nuk ekziston të tjerët, nuk ekziston si term që tash do ta sqarojmë. Ndërsa për ata nuk kanë hadithi mashhur, nuk është të tjerët si mes hadithit mutawatir dhe ahad. Po hadithi mashhur të tjerët që disa e quajnë mashhur e disa e quajnë al-mustafid, nën kupton nën deg e hadithit ahad. Do të është praktikisht hyn nën hadithin ahad. Ndërsa ajo që do ta sqarojmë tash, do me komentue, nuk ka të bëjë me atë që e gjojnë në librat e mustalahul hadithit ose ato librat të cilat janë shkruar prej shkollave juridike të tjera, e sidomos prej dietarëve të mëdhëbit Shafi, e që konsiderojnë se ata e përfaqësojnë trajtimin e muhadithinëve në këtë çështje. Është qartë. Meqense profesor tash neve kemi këto ndarjen i përmende në tri kategori. Kategoria e parë për mutawatir. Çka ne kuptojmë me mutawatir edhe cilat janë faktikisht ato kushtet e hadithit mutawatir që ndërlidhen mes vete? Hadithi mutawatir të dietarët e mëdhëbit, hadithi mutawatir në realitet nuk ndryshon tek ne edhe të tjerët. Është qartë. Do thotë po jemi kompakt, s'kemi dallime. Po, hadithi edhe pse kur i lexojmë librat e usul e fikut, kapitullin e sunetit, te dietarët e mëdhëbit ton, shohim që tash kur do flasim për tash në ndegt ose ndarjen e hadithit mutawatir tash, praktikisht ata bëjnë edhe dy ndarje tjera shtesë, të cilat nuk i gjojnë të tjerët. Mirë, po parimisht hadithi mutawatir si i tillë është i pranuar të gjithë dietarët. Por çka është fjala? Fjala e tawatur nën kupton kur diçka vjen pason njëri tjetrin. Dhe vjen në kuptimin e lidhjes, për shembull tawatarat al-mudun, kur qyteti zgjerohet dhe kapën njëri me tjetrin. Tawatara al-matar, kur shibjen rigat njëna pas jetës pa ndal. Kështu është kuptimi gjuhësor, ndërsa kuptimi teknik në shkencën e usul e fikut dhe të dietarët e hadithit nën kupton kur hadithin
e caktuar, fjalë qoftë e pejgamberit alayhis salam, ose vepër e pejgamberit alayhis salam, ose pëlqimi i pejgamberit alayhis salam, miratimi i tij, është transmetuar prej brezit të parë, prej sahabëve, shokëve të tij, prej një numri aq të madh sa që s'ka gjasa, do të mundësia është zero që të gjithë ata njerëz mu bashkua dhe me shpik diçka tre. Kundër pejgamberit. Me ngjit fjalë pejgamberit alayhis salam pa thonë hiç. Ose me ngjit punë pejgamberit pa thonë. Do të praktikisht prej momentit kur logjikisht konsiderojmë se s'ka mundësi krejt ata njerëz më të bua dhe me shpik kundër pejgamberit sallam, ne gënjeshtrin sene ran, atëherë thëm hadithi në këtë rang është mutawatir. Do të është kur lajmi na përcjellet në atë formë saqë besueshmëria se ai lajm është i vërtet është e formës së prerë. Do të mund të kemi pikë dyshim. Dhe prej brezit të parë, hadithin e ka marrë brezi i dytë në të njëjtin numër ose më shumë. Dhe prej brezit të dytë është përcjell te brezi i tretë, prej numrit të madh të transmetuesve, sikur në dy brezet e mëhershme. Dhe kështu derisa është shkruar hadithi në shekullin e tretë. Pas shkrimit të hadithit praktikisht e kemi mutawatir çdo hadith tani. Po neve na intereson kjo, këto tri gjeneratat dhe brezet e para. Për ata që është mutawatiri është ai hadith që është transmetuar pejgamberit alayhis salam, pe një numrit të madh prej sahabëve, saqë s'ka mundësi logjike që ata me shpik kërën kundër pejgamberit sallam, se numër shumë i madh. Dhe pe atyre e ka bërë pe gjeneratës tyt gjithashtu numër shumë i madh, saqë s'ka gjosa, gjithashtu ata mu bashkua dhe me shpik kundër pejgamberit sallam, dhe pe gjeneratës së tretë, për ata besueshmëria është e formës së prerë. Është e formës së prerë. Për ata hadithi mutawatir është i rangut të Kuranit. Për ata kush e mohon hadithin mutawatir është si mohon Kuranin, praktikisht nuk konsiderohet musliman se për kënë njështon pejgamberin alayhis salam, për je i bindur që pejgamberi alayhis salam ka unë është ti po thoi jo, s'ka thonë. Dhe kështu që për gënjeshtrimi i pejgamberit alayhis salam me automatizëm njerin e largon prej fesë. Për ata ky është hadithi mutawatir. Ndërsa kushtet, profesor, kushtet specifike që kushtet tash janë marrë prej praktikisht prej vetë këtij përkufizimit ta quaj ashtu. Do të më qenë numri shumë i madh. E qartë. Duhet ky numër me qenë në çdo gjenerat, mos më kon më i vogël, dhe disa prej dietarëve të usulit që besë edhe muhadithin ka thonë që çështja e cila transmetohet të jetë hissie, do të e prekshme me shisa, ose e kum dëgjue, ose e kum po. Jo diçka në dharije, do të diçka që është e prekshme, edhe fizike. Se jo, më thonë vëllai, bota është çështje krimeri, ajo është, nuk është çështje që ka po kërkush, edhe ka prej kërkush, sa për ato si në shtot sa i çështje, se nesër mundet si teori me ndrua. Për ata nuk do të më thonë valla diçka që është teorike, jo. Po ka unë pejgamberi e kum dëgjue, a e kum po pejgamberin, sa do të më qenë me shqisa e prekne. Kur fjala te numri, kisha pasë me sqaruar në çështje, shumica thuaj se krejt dietarët e më vonë konsiderojnë se numri s'ka rëndësi sa është. Po e rëndësishme është krijimi i bindjes. Numri s'ka rëndësi sa është. Pse ka mendime 3, e ma shumë 10, e ma shumë 40, e ma shumë, disa kanë 314, sepse është numri në Bedër i tyre sene, po praktikisht si numra janë përmend te dietarët e hadithit, tash po flas te dietarët e mëthejit ton, po te dietarët e hadithit se disa po mendojnë se dietarët e hadithit në çdo çështje janë unik. Jo so çështje, nuk ka gati definicion që nuk kanë mendime të tilla. Po, për arsye se çështjet dhe parimet dhe rregullativat që janë të vendosura për vlerësimin e haditheve dhe transmetimin e tyre dhe transmetuesit, të gjitha janë të ndërtuara mbi ijtihad. Do të s'ka tekstet formës së as ajeta as Kur'an. Për ata thonë janë njerëz, për të për njëtin transmetues, shumë prej dietarëve të hadithit mendojnë që është i besueshëm, disa prej tyre mendojnë që është i besueshëm. Për ata gati nuk, nëse mendojmë me gjetë vëlla krejt dietarët e hadithit që kanë thonë filan transmetuesi është veç s'ka kërkush ka fol kundër tina, gati jesën pa transmetues. Për ata divergjencat janë shumë të mëdha, do të flasim për hadithin sahih më vonë, është që është njëri prej ndarjeve dhe kategorive të hadithit. Të shohim se ata kanë përmend 5 kushte që do të më plotësua hadithi sahih, po në asnjërin prej 5 kushteve janë unik.
do të ka divergjenca te kushti i parë, i dytë, i tretë, i katërt, i pestë, se çdo të flas. Ose faktikisht ato kushte ata vetë i kanë vendosur, vendosur, por ato ato nuk në janë stadi, shkollë, po ato nuk të janë shënet. po disa po mendojnë që te dietarët e hadithit gjithçka, por ata kur thotë dikush valla hadithi është sahih ose hasan, u krye muhabeti. Jo, ai kur ka thon hadithi është sahih, ka thon valla Shej Abdul Qadri ose Shej Shuaibi ose Shej Albani kanë thonë ky hadith është hasan ose sahih. Ose ka njëri prej tyre ka thonë ky është hasan, tjetri thotë është daif i dopt. Edhe tash na çka bëjmë na, e nisëm më thonë ky din, ky s'din. Jo, s'o din ky s'din. Po pas studimit të transmetuesve kanë ardhur në përfundim se edhe rrugëve të transmetimit kanë ardhur në përfundim se hadithi ka bazë. Është ngrit me rangun e hadithit të dopt. Ata i kanë thonë hasan. Po, të tjetri s'ka gjetë bollë, që ka dukt bollë mjaftueshme se transmetues ka më shumë se një, po secili është shumë i dopt. Së mundën me ndihmu njëri tjetrin që me ngrit hadith dhe ka vendosur të punë. Po për shumë pse mendojnë kanë një ndryshe. Kështu që vlerësimi i haditheve në realitet është rezultat i studimit dhe mundit dhe përgatitjes shkencore të dietarit hadithit dhe studimit të tij të gjerë, asaj është dhënë mundësia që me ardhmë në përfundim se hadithi i caktuar vëllai do të ngritë në rangun e saj ose e kanë zbuluar një dobësi të hadithit që hadithet të tjerë nuk e kanë vrejta, por ata hadithi edhe pse kanë thonë të tjerë kështu, hadithi është tash i dobët. Hadithi është i dobët. Pra ata është çështja e ijtihadit. Bile për këtë janë dy libra që kanë shkruar bashkëkohorët, janë tema njëra magjistraturë, njëra doktoraturë, kisha po shef që hoxhallar ton, ata që marrin vesh arabishtën me i lexuar. Njëra është Asbab Ikhtilaf al-Muhaddithin, është dy volumshe. Dhe tjetra është El-Ijtihad fi ilm al-hadith, doktor Ali el-Bukhari, që është shumë libra, mirë gjithashtu edhe njëra edhe tjetra janë vlerësuar prej komisionit me shkëlqyeshëm. Po libra shumë të mirë edhe niveli shumë të lartë, ishe divergjencat mes dietarëve të hadithit. Për këtu, kur është numri i mutawatirit, po kthehemi përsëri, kanë thonë disa prej dietarëve të hadithit kanë menduar që është 3 mjaft, që është numri më i vogël i shumësit, se 2 tani është 2 sy, nuk është mos në arabishtja nuk ka veç njësër shumë, so ka njësin 2 sy dhe shumësin. E më shumë, mirë po në realitet gjithë e përkrohin mendimin se kur fjallat e hadithi mutawatir me rëndësi është bindja. Vjen dikush edhe thotë valla për jashtë po ndodh kështu. Na thonë valla kjo ka mundësi me ndodhe sot. Ç'është më ndodh kjo? Krijon një farë dyshimi, po jo bindet plot. Vjen edhe tjetri thotë valla ndodhi që ajo. Edhe tjetri dikur momentin kur ti s'mbetet dyshim se ajo që po lajmërohesh po ndodh, atëherë është hadith mutawatir. E arrin të thotë shkollë. Para ata do të kur e mbrin, për ata kanë thënë sa dietarët kanë për me marr më drejt, me kuptuar më drejt këtë çështje, ka thonë ke gjason ngopjes. Njëri je i uritur atë ushimin përpara vetes. Kur e din kur je ngop, kur s'mundesh me humor mo. Ose penuj, je jetur, shkoj etja kur s'mundesh mo me pi, do të praktikisht me thonë valla për me të shkue etja sot dyen 100 ml, 200 litra sene. Jo, ti kur e din, kur ti pen edhe në momentin që të mo kalon etja thu, valla mjaftoj. Momentin që lajmi i transmetohet prej as shumë njerëzve dhe individëve sa të ti s'mbetet dyshim mos, ajo ka ndodhur, atëra ajo është mutawatir. Por ata nuk është me rëndësi numri i transmetuesve, po me rëndësi është realizimi i bindjes se s'ka mundësi ai lajm që të është përcjell që nuk është çashtu. Bile ka dietarët edhe pse të tjerat kategoritë hadithit e konsiderojnë njërin prej kushteve të transmetuesve me kon i besueshëm, me kon musliman, te mutawatiri me kon i drejtë s'është më e rëndësishme. Pse është numër aq i madh, mbetet më dyshim. Bile kanë thonë edhe s'është me pej disa pej dy kanë edhe jo muslimane, me kon pej transmetuesve se ka aq shumë muslimane të tjerë saqë kryesoria bindja moralizu. Na për shembull në momentin bashku, ndoshta ka shkuar dikush, po hala s'kum po as një kosovar që ka thonë se valla jam kon ka mundësi me pos, po as unë halo që ai kemi pyet
do që kanë punë me Kinën me sene, Wuhanin se ka kur se kemi po. Unë s'kum taku halon njeri, mirë po, as shumë na është transmetuar nëpërmjet mjetëve të informimit, a ka kush që dyshon se ekziston një qytet me emrin Wuhan, apo më rësh ajo, ose që ky krahasim faktikisht aktual që krye zgjedhin emrin Wuhan. Po, ose atje në Wuhan është një treg i shtozëve, na ai tregu i shtozëve në konceptin e kinezëve, jo në konceptin tonë që jemi mësuar. Po ku shitet gjithçka. S'ka lakuriqa që në forma po e përgatitjes së ushqimit për ma ndryshmeve që do të neve kanë ja kishim problem me këshyr me i po e lemo me ja konsumuat mesha dyshim. Po tash nuk dyshojmë që atë shumë është transmetuar, praktikisht është bindja për gjitha media botës po atë. Nuk e kanë thonë veç muslimanët, as veç burrat e mirë transmetues të drejt. Po kjo është po aq shumë burimeve sa që mos ka mbetë dyshim se ekziston. Kur bindja se lojme që është përcjell, është i këtij niveli, hadithi është mutër. E çfarë profesor edhe me kohën e lidhje aktuale. Me çanse profesori ndajtëm tash hadithin në këto tri kategori të mutavatiri, kemi do thotë ndarje. Që besa para se kisha dashur veç shkurtazi me fol edhe për meshhurin edhe ahadin që më bën ndarjen mes tyre. Hadithi meshhur hadithi ahad shkojmë te i treti që me gjetë mesin tani me meshhurin. Hadithi ahad është çdo hadith i cili ahad është shumë si i ahad. Do të është flanin për kemi një rrugën unikate, një rrugë, një drejtimsh, kur praktikisht kemi të bëjmë me numër të vogël të rrugëve të transmetimit që e transmetojnë për pejgamberit alayhis salam. Edhe pse këtu përsëri dietarët e hadithit kanë divergjenca siç tham para si në shumë çështje tjera, edhe këtu është fjala për ne, siç është e nën kupton termi, apo hadithi ahad bën më pas edhe dy rrugë transmetimit, apo në 3 dhe 4. E tash janë detyruar që në ahad më shtie edhe hadithin meshhur teta. Të dietat e hadithit, po, me shtie hadithin garib, me shtie hadithe forma tjera të hadithit që nuk kuptojnë tani me kon pak më eksplicit ose më të saktë në sa rrugë transmetimi. Po ata kur kanë ndronë të loshe, kanë thonë vallai në fund diçka, e mort vesh çka është meshhuri, po. Ai që siplacon kushtet e meshhurit është ahad. Edhe kështu e kanë definuar si definicion që zakonisht është mbështetur sot pe dietarët tani më të mëvonshëm. Hadithi ahad çka është çdo hadith i cili nuk i plotson kushtet e mutawatirit që sharruan pak më herët. Do të pse s'ka transmetues pe pejgamberit numër të madh që themelojnë bindjen e besueshmërisë për herë. Po ka është unik 1-2 pe tyre në çdo brez dhe derisa është shkruar hadithi. Për ata është hadith që praktikisht i kemi pak në formën e bartës, në rrugën e transmetimit e kemi shumë të ngushtë, mos tham veç një rrugë transmetimit. Po kanë dhënë disa 2, disa 3, disa 4, varësisht po, me fjalë tjera do të mi qit një farë kufini që ata s'kan mujt me precizuar as shumë, do të më thonë që çdo hadith që është mutawatir nuk është në realitet është ahad. Ky është ahadi. Do të mutawatiri është çdo gjë që në të gjitha kategoritë ose në çdo gjenerat, ose çdo brez është transmetuar dhe s'ka mundësi me pas dyshim se lajmi është bërë në formën më sigurt dhe besueshme të mundshme. Hadithi meshhur të Hanefit dallon prej mutawatirit vetëm në hallkën e parë. Ose në brezin e parë. Ose të sahabët. Që i bje, hallkat e tjera, brezet e tjera janë si mutawatiri. Numër i madh që s'dyshohet në besueshmërinë e asaj që kanë transmetuar ose lajmëruar. Ndërsa hallka e parë te sahabët aty kurzohet që mos me kon si mutawatiri. Se mutawatiri do të edhe brezi i parë me kon numër shumë i madh që kanë transmetuar. Ta Hanefit thon për ata kur thon meshhuri thon është çdo hadith i cili në hallkën e parë është ahad dhe në vazhdimsi është mutawatir. Do të hallka e parë sahabët e kanë transmetuar numër i vogël, 1-2 pe pejgamberit alayhis salam. Po prej tyre e ka transmetuar aq numër i madh prej brezit të dytë dhe prej brezit të dytë e ka transmetuar aq numër i madh prej brezit të tretë, sa që nuk mbetet më me dyshuar se ajo që është transmetuar është e rangut të mutawatirit. Kështu që dallimin mes meshhurit dhe
mutawatiri të Hanefit është veç halka e parë. Halka e parë, gjenerata e Ndërsa ahadi është sikur halka e parë e meshurit edhe dy halkat e tjera. Do të është ahad në halkën e parë, do të numër i vogël ose 1-2 pej pejgamberit dhe sëram, pej tyre gjithashtu numër i vogël 1-2 pej tabiinëve ose gjeneratës ose brezit të dytë, dhe pej brezit të dytë e kanë marrë numër shumë i vogël, që do të në gjitha halkat është i vetmuar. Ka pak njerëz është i vetmuar si transmetim, si rrugë transmetim e vetmuar, jo e njohur që është meshuri dhe motivatiri. E qartë. Faktikisht kjo është e sharu me jashtëzakonisht mirë. Kur jemi te hadithi meshhur, profesor, tash një sharim për hadithin meshhur apo jo te llojet e mutawatirit kisha pas se ndarja që përbane po, se tash u larguam pak pe asaj. Po se edhe te këto kategori. Mutavatiri dietarët e kanë në dy grupe, kjo është ajo ndarja e njohur. Mutawatir lafdhi edhe mutawatir ma'navi. Grupi i parë është kur hadithi mutawatir tekstualisht është transmetuar prej gjeneratës së parë, brezit të parë prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tekstualisht. Në të njëjtin hadith, për shembull, hadithi men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar, ai i cili shpik gënjeshtër kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po pejgamberi ai që shpik kundër meje çat ranamën temën, që ka përgatit vendin e tij në zjarr të xhenemit. Ky hadith tekstualisht në këtë formë është transmetuar prej disa prej dietarëve tonë prej 70 dietarëve të prej sahabëve, prej 70 sahabëve. Edhe tekstualisht është ruajt kjo. Dhe prej tyre e ka marrë numër shumë i madh prej brezit të dytë, tabiinëve. Dhe prej tyre e kanë marrë numër i madh i brezit të tretë. Për ata, ky është hadith mutawatir i besueshëm, i formës së prerë. Zguxo kush me dyshua se pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam e ka thonë, sepse është në çdo brez numri aq i madh i transmetuesve saqë ofron bindjen e plot dhe besueshmërinë e palkundër dhe dyshimin zero se pejgamberi çashtu ka thonë. Ky është lafdhi. Mirpo kemi hadithe të tilla kemi shumë pak në realitet. Dhe kemi hadithe ku ajo që është transmetuar është kuptimi i një elementi që gjitha hadithet edhe pse janë ahad të vetmuara, mirë po një element e kanë përmend tona. Për çat elementin tash thonë që është mutawatir ma'navi, është mutawatir në kuptim. Në kuptim. Po. Për shembull, ngritja e duarve kur bëjmë dua. Pse ka disa po na thonë që mos më quaj duart pas namazit sa. Do të ka numri i sahabëve, dita që flasin për duan, është tash kjo 70, po kemi 100. Po. Do të është mutawatir. Për ngritjen e duarve. Për ngritjen e duarve. Mirë po, hadithet të cilat e kanë përmend ngritjen e duarve, flasin për duan në forma dhe në raste të ndryshme. Po në të gjitha është përmend ngritja e duarve. Vjen sahabët të vallai ja Rasulullah, Khalid ibn Walid i bën kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngriti duart. Dhe lot kështu. Pejgamberi mor vesh kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi lot dhe i ngriti duart për as tjetër tash. Allahumma hdi Ausan wa atini bihim. Ta kanë prish marrëveshjen sa ne unë si pejgamberi sallallahu po lutet kundër tyre. Pejgamberi sallallahu ka ngritur duart dhe ka thënë Zot të zëjë dhe bëjmë si musliman. Pa kanë ngritur duart. Në Badr, atë hadith ahad, në Badr ka ngritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duart u shlutë sa ne dei ka ro gjybja. Po, shohim krejt hadithet ngritja e durve është përmend edhe pse janë hadithe të vetmuara, mirë po elementi që i bashkon të gjitha është ngritja e durve në rastin e lutjes. Për ata pejgamberi sallallahu në hadithe të tjera ka ai kur muslimani ngrit duart dhe thotë Zot inna Allah yastahi an yaruddahuma khaibatin. Allah i turplohet ja këtë thotë kur muslimani ngrit duart, lutet o Zot. Praktikisht kemi numër shumë të madh të haditheve. Këto hadithe në realitet çdo njëri veç është ahad, i vetmuar, unik. Transmetim unik. Po në të gjitha është përmend elementi lutje. Ose ngritja e durrëve me rastin e lutjes. Atëherë themi ngritja e durrëve është hadith mutawatir
manevi, në kuptim. Në kuptim. E jo tekstualisht sigur rasti dhe hadithi ma hershëm që përmenëm po. Me të vërtet po. Tash tek hadithi meshhur kemi faktikisht tash një kuptim më të veçantë. Ajo që dallon se tash neve na intereson kur flasim hanefive pse ju ka interesuar. Ndarja e hadithit në mutawatir edhe ahad veç që kanë pas dietarët e hadithit, ajo përkon me fushën e studimit të tyre. Po ndarja e tillë juristit nuk i intereson veç ajo. Juristi ka, sepse juristi sa intereson. Muhadithit e intereson vlerësimi i transmetuesve, rruga e transmetimit, besueshëm, jo të besueshëm, sa rrugë transmetimit ka sene. Kjo është arti i tina. Kjo është fusha e veprimit të tij. Ndërsa jo çka përmban vetë hadithi. Fakihi intereson edhe pjesa e dytë, po nëpërmes pjesës së parë don me dalë te pjesa e dytë. Pjesa e dytë është e hadithit vetë fjala e pejgamberit sallallahu ose vetë ajo që është transmetuar. Rrugët e transmetimit, përderisa juristit islam i intereson me e kategorizue veprën e të labortet, atëre ju ka interesuar që me bo hadithet caktura janë në formë prerë në besueshmëri. Hadithet caktura ofrojnë bindje që pejgamberi thonë po janë në formë të prerë si i pari. Për ata i pari në formë të prerë është hadithi mutawatir. Hadithi mashhur ofron bindje që ashtu është. Po megjithatë, përderisa në halkën e parë sahabiu është 1 2 3 4 do të jenë mutawatir, atëherë ata janë njerëz, gjithashtu zguxojmë me thonë që është në formën e prerë. Për ata ka thonë kjo ofron at-tamanine, kur njeri qetësohet edhe është më shumë se çaja punë çashtu është. S'dyshon për atë punë që është çashtu. Po më thonë aje formën e prerë jo i bashkëkrejt ashtu jo po. Kjo s'bo akja me kundrysha. Se sahabët janë këtë besuar shumë këtë sene, kështu që po me gjitha, po njerëz valla bonë, se ka një mirë, se ka kuptuar mirë, aje ka mundësi. Po në gjeneratën e 2 e 3 janë si motivatikri. Cili del dallimi? Dallimi është te juristit islam ky e intereson, se ai i cili e mohon hadithin mutawatir del jo musliman. Po. Ndërsa ai i cili e mohon hadithin mashhur nuk mundon me thonë që nuk është musliman, sepse ekziston çaje dyshimi i vogël që ka mundësi me gabu sahabiu dhe nësë mundon me thonë që s'dalim që e kemi përgënjeshtruar direkt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, masi e nabin që e ka thonë në çortje. Po ndërsa hadithi ahad është praktikisht fidul al-dhann al-ghalib, që nënkupton dhanni çka është kur për çortje e më shumë se 50% që është ashtu. Kur për një çështje je më shumë se 50% që ajo punë ashtu është ahadi. Po, për ata kanë thënë dietarët ahadi obligon të vepruarit me ta. Po jo bindjen se puna është çashtu. Është puna çashtu sepse mundësia që në gjenerat pas gjenerate të hadithi më gabuar ose mos më gabuar ka ekziston mundësia. Kur hadithit çështja e hadithit meshhur para se më u largue kisha pas shef për transmetuesit me përmend edhe një element i cili është i rëndësishëm. Hadithi meshhur, çka është hadithi meshhur në kuptim do thotë pejshore, kur diçka përhapet dhe zërohet dhe popularizohet e njohur. Është qartë, është e dukshme. Po, bëhet i njohur për gjithë. Hadithi meshhur të hanefit kur e definojnë përveç numrit të mutawatirit e merr plotson këtë kriter, këtë standard edhe kur jetësohet në praktik, punohet si mbasti. Do të kur shumicë faktikisht në gjeneratën e parë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka transmetuar 1 2, po në gjeneratën e dytë krejt shoqëria punojnë si mbasti. S'është më rëndësishme a është transmetuar pe transmetues ajo. Nëse është vepruar me të, është bëjë një orë të hanefit e plotson kushtin e të qendurit hadith meshhur. Dhe kjo ka bu që disa hadithe meshhure që janë popularizuar në të gjenerata e 2 dhe e 3, të dietarët e hadithit mu konsideru hadithet të do pëse atë si intereson elementi praktik. Atë intereson çështja teknike
e që është transmetimi, s'kan gjetë transmetuar mjaftueshëm dhe ajo që është praktikuar nuk ju intereson, se ato se kanë përcjell ata, ato e përcjellin juristët islam. Pra këtu kemi shpesh divergjenca në mes atyre që po na vlerësojnë hadithet, dhe po hadithet i do sipas kujna, sipas cilët, sipas tretmanit tonë dhe rregullave tua, jo sipas rregullave të tona, sepse nëse hadithi është transmetuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, një sahabë dhe është vepruar sipas tina, ne s'na intereson mo se është pranuar. Në praktik, ne s'na intereson mo ka transmetuar 1, 2, 3, 4. Po nëse numri është shumë i madh, për ata te hanefit kur flasin për hadithin mutawatir e kemi gjithashtu që njëri paj kategorive, jo vetëm ato 2 kategori që përmendëm tonë, është el mutawatir at-tabaqi. Kur hadithi mo nuk transmetohet për transmetues dhe të shumë për pejgamberit, po krejt gjenerata si gjenerat e të në praktik. Pesojnë a krejt gjenerata, nësë më në më thonë, ola, për pejgamberit dhe sërme kanë transmetu Kur'anin që ka gjvet. E për i tyre kanë, jo, krejt gjenerata e ka morë. Asë gjeneratës, krejt gjenerata tjetër e ka morë. Kështu që na kem të watur të bëhitash, kur krejt brezi e merë për i brezit të dhe, numër të plot, madhë. Kjo të hanefit në nënkupton mutawatirin tabaqi, ose ma voni tonë mutawatir el medresi. Për shkolla për ata, Abdullah ibn Mesudi ka shkuar në Kufe. Për Abdullah ibn Mesudit e kanë marrë numër aq i madh, sot studion 4000 zonsa. Për tyre ka marrë numër i madh. Ato që e ka praktikuar, e ka qenë praktik. Sa ajo shku mësues. Çfarë bëj? Çdo që bëhet, çdo bëhet edhe është kopju për tina. Gjenerata tjetër e ka marrë për kësaj gjenerate, po jo në formë transmetimi, po në formë praktike. Për ata fikut i intereson kjo çështje. Ajo që është praktikuar, gjeneratë pas gjenerate. Gjon rivajete mirë për që gjon rivajete s'ka rëndësi rivajeti. Për ata Imam Maliku, atë e ka kundërshtuar praktikën e banorëve të Medinës, nuk e ka pranuar me haditheve. Transmetim vërtet po ka un pejgamber, po pason pejgamberes kish guxoft në Medinë mos me koni njoftë nëse mu punuan të kundërtën. Mos me po shaja. Për ata do defekti është, edhe pse rruga e transmetimit mund me koni shnoshe plotë drejtë sane, po kur na bjen ndesh me atë që është praktikuar gjenerat mbas gjenerate, brez mbas brezi, atëherë nuk mundet me qëndrua. Wallahu a'lam. Faleminderit shumë profesor për këtë sqarime. Në çast se neve do të vazhdojmë tash edhe për hadithin Ahad, faktikisht na mbeti edhe për emisionin. Hadithi Ahad në realitet është hadithi që kemi shumica dërmuese haditheve janë hadithi Ahad. Hadithi mutawatir që e përmendëm, ai besuar dietarët që më shumë ti kanë mujt me brujën numri 300. Numri hadith mutawatir do thotë 300. 300 është numri më i madh, nash në Zahar al-Mutanathira, nash në Nudhum, cilën do pe libra që ja ka qit vetë autori si Imam Suyuti dhe të tjerë, këtë tani të tjerë, me shkruar me mbledhën vete, e shohim që kanë mri deri te 300, po jo të gjitha hadithet që i kanë qit aty i kanë pranuar të tjerë që janë mutawatir. Dietarët e hadithit si pranë gjitha. Kështu që po thon tash numrin më të madh është te 300. Kështu që po numri i haditheve Ahad është numri shumë i madh dhe problematikat në paraqitet e Ahadi. Për ata çdo çështje që ka reflektuar në divergjencat e dietarëve të hadithit, të fikut, do të mundohemi çdo tematik me po edhe nga këndvështrimi i shkollës juridike hanefite se nuk ju ka dhënë hoku dhe nuk është sqaruar boll. Atëherë pjesa e tretë do të vazhdojmë inshallah në javën e ardhshme. Shikues të nderuar, kaq se kishim për sot pra në emisionin Fiku Hanefi me profesorin e nderuar Mustafa Efendi Avollën. Ju përshëndesim kudo që jemi. Selam aleikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh.